Emocionet janë të përzira, sepse në njëjtën kohë është edhe dhimbja, po në njëjtën kohë është edhe një krenari, një forcë e papërshkrueshme që vjen nga gjithta njerëz, gjithta që kanë ardhur gjatë tyre 3 ditëve në veçanti, po s'kanë rresht asnjëherë pej së 27 vite më parë. Ashtu siç ka thënë edhe Hoxha Rifati që është ky popull që nuk na lan vetëm as atë ditë vështira, po as ditë gëzimi. Kështu që duhet ta shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë popullin shqiptar pa dallim kudo që ata jetojnë, që kanë qenë, vazhdojnë të jenë me ne dhe uroj që po ashtu edhe institucionet tona t'jenë ma të kujdesshme, ma të bashkuar partitë politike mes vete, ashtu siç janë edhe populli, që ta ndërtojmë e ta zhvillojmë këtë vend, sepse është amanet i këtyre dëshmorëve, e gjithë dëshmorëve të ushtrisë qytetare të Kosovës, që vendi ynë me ecë përpara. Edhe një herë duhet t'i falenderoj gjithë shqiptarët pa dallim gjinie, pa dallim feje, pa dallim krahine, pa dallim ngjyra politike, ne jemi një dhe ne duhet vazhdojmë përpara.